Qendra shëndetësore në Golem sot paraqet një realitet krejtësisht të ndryshëm nga ai me parshmi. Ndërhyrja e realizuar nga Bashkia Shkodër ka sjellë përmirësime të ndjeshme në cilësinë e shërbimit, duke ofruar kushte shumë më të mira si për stafin mjekësor, ashtu edhe për pacientët. Mbi 3000 banor të zonës përfitojnë tashmë nga këto kushte të përmirësuara. Mjeku i kësaj qendre, Klajdi Çahi, thekson se shërbimi parësor që ofrohet pacientëve është sot në kushte optimale, duke përmbushur çdo standard të kërkuar. Qendra për hir të vërtetës ka pas mangësi duke parë parasysh domethënë kushtet, më tepër te kushtet fizike. Pjesa që ka pas problematike, Katramaja, Suvaja janë bërë të gjitha nga fillimi dhe duke qenë se është një zonë e madhe, ka një popullat afërsisht rreth 3000 banor, ku normalisht pjesa në momentin që del nga qyteti bashkohet si pjesa pediatrike dhe pjesa adulte, ishte tepër e nevojshme. Edhe pacientët e kësaj zone shprehen mirënjohës për investimin, duke falenderuar Bashkinë Shkodër për kujdesin dhe vëmendjen e treguar ndaj këtij komuniteti. Falenderojmë Bashkinë për investimin që ka bën këtë ambulancë, edhe jena shumë të kënaqur. Jena shumë të kënaqur për arsye se e ka plotësuar me gjithë kushtet që duhen për një ambulancë. Ky investim dëshmon edhe një herë vullnetin për të përmirësuar jetën e përditshme të qytetarëve, duke sjellë shërbime me pranë tyre dhe në kushte më dinjitoze.